Kjo është rrjedha logjike, kam përmendur para 3 dite në jetën e kaluar në politikën kishim këtë temë, këtu në Kanal 10, duket, është evidente që në situatat e këtilla, të krizave, në ngërçeve të njëpasnjëshme, ku konsumohen afatet ligjore pa u konzumuar, domethënë është një situatë absurde, vetmja zgjidhje shpresvënëse apo vetmja dritë në fund të tunelit politik është koalicionet e mëdha. Vetmja zgjidhje që mund të prodhoj një dalje të krizës është shumica shqiptare në Parlamentin e Republikës, ku shumica shqiptare. Në mënyrë që mos ta lejojmë Republikën të bëhet pjesë e inateve, cili do ta bërë? Pjesë e kokëfurcisë, cili do ta bërë politik? Po flas të shumicës shqiptare në Republikën e Kosovës. Mirë, e shohim lirim realisht, ndonë me LDK-n mund të jetë më i pranueshëm, qëndrimi i LDK-s karshi, e them për vetëvendosjen, marr parasysh që e kanë të kaluarën kur kanë qeverisur një herë bashk, për LDK-n duket shumë refuzuese drejt një bashkëpunimi, një bashkëpunimi të tillë. A do të mund të jemi dëshmitar të atij koalicioni që duhet t'i kaloj të gjithë ilberët politik për ta imagjinuar drejt vetëvendosje PDK, një koalicion dorën zemër për nga numrat që do ishte shumë i fuqishëm, bile edhe do të mund të kalonte në arrogancë politike me që zgjidh edhe çështjen e presidentit dhe nuk ka asnjë